Stresi nuk është vetëm në mendjen tënde. Ai ndikon në trupin tënd, zemrën dhe mënyrën si ndihesh çdo ditë. Por një çaj i thjesht natyral mund të qetësojë sistemin nervor dhe të ulë stresin brenda 30 minutave. Do të tregoj saktësisht si ta përdorësh për rezultate maksimale. Shumica e njerëzve mendojnë që stresi është vetëm në mendje, por trupi ka reagime fizike. Zemra rreh më shpejt, kortizoli rritet, muskujt tensionohen dhe trupi mbetet në gjendje alarmi. Njerëzit ndihen të lodhur, të tensionuar dhe shpesh nuk din pse. Kjo ndikon edhe në gjumë, energjinë dhe fokusin. Por nuk është gjithçka humbje, ka një mënyrë natyrale për ta qetësuar trupin. Çaji që do t'ju tregoj është kamomil me melise, një kombinim i njohur që qetëson sistemin nervor. Ja si funksionon. Përbërësit e tij natyral ndihmojnë të ulësh kortizolin, hormonin e stresit. Ai ndihmon muskujt dëhe dhe mendjen të relaksohen. Shumë njerëz ndjen efektin brenda 20-30 minutave. Këshilla. Ky çaj është më i fuqishëm kur merret rregullisht dhe në momentin e duhur të ditës, jo vetëm një herë. Ja si ta përgatisesh për efekt maksimal. Merr lugë të kamomilit dhe disa gjethe melise. Zjej ujë deri në 90-95 degrees Celsius, mos e zjej shumë që të mos humbin vlerat. Leri për 5-7 minuta të pushoje. Pije ngadalë, duke ndjer aromën dhe shijen. Këshilla, pije një filxhan pas dite ose para gjumit për qetësi optimale. Shumë njerëz nuk e përdorin si duhet. E pinë më shumë sheqer dhe humbasin efektin relaksues. Presin efekt me njëherë si një ilaç. E pinë vetëm një herë dhe mendojnë se nuk funksionon. Këshilla, ky çaj nuk është magji, por ndihmon trupin të qetësohet natyralisht. KJIKAX është i sigurt për shumicën, por disa duhet të kenë kujdes. Gratë shtatëzëna ose në GJ1. Njerëzit me alergji nga bimet. Ata që marrin terapitë e caktuara pa këshillën e specialistit. Gjithmonë sigurohu që çaji të jetë i pastër dhe natyral. Nuk është zgjidhje magjike, por është një ndihmë natyrale që mund ta përmirësojë mënyrën si ndihesh. Nëse kjo video të ndihmoi, dërgoja dikujt që ka nevojë për më pak stres dhe provoj vete këtë çaj.